Mirëdita. Jam shumë I kënaqur që mu dha mundësia që të zhvillojmë këtë takim me studentë të Universitetit Evropian të Tiranës. Ne vijim të disa takimeve që po bëjmë me studentë të universiteteve të ndryshme jo vetëm në Tiranë, por edhe në qytete tjera. Ajo çfarë ne do diskutojmë sot me ju, ne do prezantojmë dy gjëra të shkurtra, mundësisht edhe të kuptueshme për jush, dhe më pas nëse secili për jush ka disa pyetje ose disa diskutime, ne I mirëpresim, aq më tepër që ju jeni dhe studentë të ekselencës, të degëve të ndryshme, të disa prej degëve të cilat kanë lidhje me prezantimet që ne do bëjmë sot, do ishte shumë e dobishme edhe për ne. Atër kush jemi ne? Unë jam Sami Neza, drejtori I Qendrës për Transparencën dhe Informimin e Lirë. Ajo çfarë ne po bëjmë sot është në kuadrin e një projekti të bashkimit të financuar e mbështetur nga Bashkimi Evropian në lidhje me hartimin, zbatimin dhe monitorimin e buxhetit në institucionet e drejtësisë. Projekti është në fakt pjesë e një projekti më të madh, e një konsorciumi, ku përfshihen shumë organizata, edhe në Shqipëri, edhe jashtë vendit, sërish që kanë lidhje me kryesisht problemet që lidhen me drejtësinë, por edhe me institucionet ligjvendëse. Projekti I madh ka të bëjë me fundamentals, është kryesore, besoj ju keni dëgjuar, janë dy kapituj të cilët pritet të negociohen shumë shpejt midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Dhe është starti I parë ose si thua provimi I parë që jep Shqipëria përballë Bashkimit Evropian. Ne duhet t'i përmbushim dhe kryesore se në fakt janë edhe kryesore sepse kanë të bëjnë me drejtat e njerëzit, me ligjin, me drejtësinë, me lirinë e medias, lirinë e shprehjes e kështu me radhë. Lëdvir Cipali është drejtor I Lëvizjes Evropiane të Shqipërisë. Është ndërkohë edhe drejtori I përgjithshëm I projektit. Unë e ftoj Gledisin të flas diçka rreth projektit. Doja shkurtimisht 2-3 fjalë mbi projektin që dhe Samiu e përmendi. Ne si Lëvizja Evropiane jemi themeluar që në vitin 2007 dhe jemi organizatë që merren tërësisht me procesin e integrimit evropian. Jemi pjesë e Lëvizjes Evropiane Ndërkombëtare, që është organizata më e vjetër për integrimin evropian e themeluar që në 1948 nga figurat më të larta politike të asaj kohe, Churchilli kryesori në Kongresin e Hagës, ku hodhën dhe idetë e para për integrimin evropian e pas që u finalizuan me Bashkimin Evropian që kemi sot, I cili ka evoluar gjatë viteve, duke rritur gjithnjë më shumë fushat ku Europa vepron, pra Bashkimi Evropian vepron. Si organizatë është gjithmonë pro zgjerimit, pra mbështet procesin zgjerimit, mbështet zgjerimin e Europës me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe në këtë aspekt na ndihmon ne si degë saj për të qenë të pranishëm dhe në Bruksel në aktivitete ndryshme për të treguar gjithnjë më shumë se Shqipëria apo Ballkani duhet të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Në aktivitetin tonë përditshëm, ne merremi shumë dhe me pjesë të informimit dhe komunikimit të procesit, ku përpiqemi dhe akademia dhe studentët janë zënë një pjesë veçantë të punës tonë, ne bëjmë aktivitete ndryshme trajnuese, bëjmë simulime të institucioneve të BE-s, bëjmë fushata informimi nëpër media sociale, me spotet ndryshme ku shpjegojmë procesin se çfarë ndodh, po ashtu dhe në faqet tona të internetit kemi disa faqe të lidhura me procesin. Dokumentojmë të gjithë hapat e ndryshëm që Shqipëria dhe Ballkani ka bërë, të cilat mund t'ju shërbejnë dhe juve për punët, temat që keni nëse do ju duan informacione dhe dokumente ndryshme, po ashtu dhe revistën Eurospeak që është online, e cila shpjegon procesin. Pra ky është qëllimi kryesor, janë autorë ndryshëm të cilët shkruajnë dhe ne përpiqemi për ta thënë një gjuhë më të thjeshtë, pra drejtohet një audiencë të gjerë, jo vetëm profesionistëve të fushës,
për të kuptuar më mirë se çfarë ndodh me procesin e integrimit evropian në Shqipëri, pra cilat janë ato detyrat tona që duhet të bëjmë, duke nisur dhe nga grup kapitulli i parë, që është kryesorët apo themelorët, deri tek fusha nga më ndryshme, mjedisi, energjia, edukimi, pra gjitha këto fusha që preken nga integrimi evropian. Prandaj dhe ne përpiqemi për të informuar sa më shumë, sepse informimi është hapi i parë. Duke qenë më të informuar, kemi mundësi për të përfituar nga oportunitetet që vijnë nga ky proces, programet e ndryshme. Ju besoj dhe i njihni disa prej tyre, Erasmus, për shembull, që krijon shkëmbime midis studentëve, po dhe pedagogëve, apo Horizon që ka programe të thelluara të kërkimit që i mbështet. Ku dhe Universitetet Shqiptare, UET gjithashtu ka vite që është bërë pjesë me module apo çertë sipas sugjerimeve mbështetje të Bashkimit Evropian. Por si zbatohet kjo reformë, pra si mbështeten këto institucione, dhe ne kemi kapur vetëm një element të këtij procesi, që është momenti buxhetimit. Siç e dim, çdo institucion po nuk pati financat e mjaftueshme, e ka të pamundur të veprojë. Pra ti mund bësh një ligj të shkruar shumë mirë sipas standardeve europiane, por nëse nuk e financon, nuk i jep burimet e nevojshme financiare, po ashtu të mbështesin burimet njerëzore, e ka të pamundur ta ushtrojë detyrën e tij siç duhet. Dhe sidomos në sektorin e drejtësisë, që e dim shumë mirë, nga media dëgjojmë pa pasur nevojë për informacion detajuar, por për numrin e ulët të gjyqtarëve, të cilat ndikojnë që ketë vonesa në dhënien e drejtësisë. Prandaj ka një rëndësi të veçantë dhe që do analizohet gjatë gjithë projektit. Ky është një aktivitetet e para për këtë komponent, ku do kemi filluar prej fushat informuese që do realizojmë në universitete ndryshme në Tiranë dhe jashtë Tirane, për të shpjeguar se çfarë do të bëhet, si do të monitorohet metodologjia, studimi që po realizohen, dhe për ta ndjekur hapasapi për ata që kanë interes, sigurisht, dhe me materialet, me informacionet që ne vazhdimisht do publikojmë debi publike në takime të tilla, por edhe nëpërmjet media sociale, faqet të internetit, të organizatave dhe konferencave të ndryshme. Nuk do ndalem më shumë për të shkuar për të hyrë drejte në temë të diskutimit sotëm, por dëshiroja që t'ju bëja këtë panoramën më të gjerë të procesit, organizatave, se çfarë bëjmë edhe pse është e rëndësishme fusha që kemi përzgjedhur dhe aktiviteti i sotshëm specifikisht. Faleminderit sa. Faleminderit. Atëherë unë do shpjegoj disa gjëra thelbësore rreth projektit. Projektin e kemi të shtrirë në 3 vjet dhe presim që gjetje të jenë shumë të rëndësishme dhe që deri diku mund ta ndryshojnë pak edhe faqen e financimit të sistemit të drejtësisë. Siç e thash, ky projekt zhvillohet nga konsorciumi i 4 organizatave që janë Qendra për Transparencën e Informimin e Lirë, drejtohet nga EMA, pra European Movement of Albania, Akademia e Integrimit Evropian dhe Negociatave, dhe një organizat tjetër, një research, një qendër kërkimi në Slovaki. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian dhe zgjat deri në qershor të vitit 2026. Ndërsa përfshin zhvillimin e afro 40 kryesave si kjo që po zhvillojmë me studentët e Universitetit Evropian. Pse bëjmë këtë projekt? Ju e dini që në vitin 2016 ka nisur, domethënë është bërë një përmbysje e sistemit të drejtësisë, institucioneve të drejtësisë. Ka ndryshuar bashkë me ndryshimet e tjera, ka ndryshuar edhe mënyrën e qeverisjes financiare. Ndërkohë që përballet me sfida shumë të rëndësishme, të cilat kërkojnë përveç të tjerave edhe zgjidhje buxhetore. Hartimi dhe zbatimi i buxhetit drejtësisë ka një monitorim mesatar të brendshëm nga vetë institucionet e Ministria e Financave, ndërsa monitorimi i jashtëm kryhet vetëm nga kontrolli i lartë i shtetit, çfarë do të thotë se monitorimi pothuajse mungon, ose nuk është i mjaftueshëm për të kuptuar qoftë nga qytetarët, por qoftë edhe nga aktorët brenda sistemit.
Ligjet që rregullojnë funksionimin e organeve drejtësisë nuk e bëjnë shumë të qartë peshën e institucioneve të drejtësisë në përcaktimin e buxhetit dhe përfshirja e gjyqtarëve, prokurorëve apo grupeve të tjera të interesit është e dobët ose mungon plotësisht. Monitorizmi i brendshëm është mjaft teknik, siç do ta shohim pak më vonë, ndërkohë që qoftë brenda sistemit të drejtësisë, po qoftë edhe jashtë këtij sistemi, baxhet literacia është mjaft e ulët. Domethënë njerëzit unë e di që këtu mes jush ka student të financave dhe e kuptojnë se sa vështirë është të kalosh të kuptosh shifrat nga një person i cili nuk është gjithë ditën në kontakt me problemet e financës. Ndërkohë, buxheti është një mjet i fuqishëm për të monitoruar institucionet e drejtësisë dhe për të përcaktuar një perspektivë të qartë se çfarë është bërë dhe çfarë është lënë pa bërë nga institucionet e drejtësisë. Monitorimi përfshin 11 institucione kryesore të drejtësisë, përkatësisht Këshillin e Lartë Gjyqësor, Këshillin e Lartë Prokurorisë, Gjykatën e Posaçme, pra Gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK, KPK, Gjykatën e Lartë, Gjykatën e Apelit të jurisdiksionit përgjithshëm, se tani kemi vetëm një gjykatë apelit, 2 gjykata administrative të shkallës parë përkatësisht në Tiranë dhe në Lushnjë, dhe 2 gjykata të jurisdiksionit përgjithshëm të shkallës parë përkatësisht në Durrës dhe në Kukës. Janë përcaktuar dhe indikatorët përmes një periudhe konsultimi, po edhe përfshirës së ekspertëve të një niveli të lartë në përcaktimin e metodologjisë dhe veçanërisht të indikatorëve që ne duhet të matim për gjatë projektit, pesha specifike e burimeve, pamjaftueshmëria buxhetore atje ku haset, frekuenca publikimit të dokumentave të buxhetit dhe masa në të cilën përfshihen aktorët e interesuar në hartimin e buxhetit. Po ashtu do të matim transparencën e buxhetit përmes disponimit dhe nivelit të aksesit të dokumentave të buxhetit në faqet e tyre, po jo vetëm në faqet e tyre, po edhe në takimet që ta bëjnë her pas here, qoftë me media, po qoftë me grupet e interesit apo me organizatat të shoqërisë civile, niveli i detajeve të deklaratave të buxhetit, gjuha dhe formatet e përdorura në raport me kuptueshmërinë e tyre, frekuenca dhe afatet e publikimit. Produktet e këtij projekti do të jetë një desk research që tashmë ka përfunduar, metodologjia e raportimit që po ashtu ka përfunduar, një raport vjetor i situatës së buxhetit në sistemin e drejtësisë që është në përfundim e sipër, policy paper për boshllëqet dhe nevojat e buxhetit të drejtësisë do ketë një të tillë çdo vit të projektit, raportet të monitorimit dhe transparencës së zbatimit të buxhetit po ashtu do ketë 3 të tilla çdo vit, si dhe një guid për baxhet literasi, e cila do t'i mundsoj edhe njerëzve të zakonshëm, domethënë me një arsim mesatar, të shohin se si mund të kuptohet një buxhet që mund publikohet nga institucionet e drejtësisë me ato termat financiare shumë të vështira, me kode me 1000 lekë, me presje, janë goxha të ndërlikuara. E thash që desk research ka përfunduar dhe ne kemi rreshtuar disa prej gjetjeve dhe rekomandimeve të desk research. Një ndër gjetjet e para është se të gjitha institucionet e drejtësisë u krijuan në distancë gati 2 vjet me afatet ligjore, 2 vite më pas. Ju e dini se çfarë problemi ka sistemi i drejtësisë sot dhe një ndër arsyet është se kapaciteti absorbues i institucioneve shqiptare për ndërtuar institucione të reja duket se nuk ka qenë në nivelin e duhur. KLG dhe KLP, dy institucionet kryesore të qeverisë së sistemit të drejtësisë, janë ngritur 22 muaj më vonë, pothuajse 2 vjet. KLG duhet krijojë me 11 janar 2017, u krijua me 20 dhjetor 2018. Pra 22 muaj më vonë. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me KLP. ILD-ja është Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, i cili bën verifikimin e integritetit të magjistratëve, prokurorëve dhe gjykatësve. U ngrit më shumë se 3 vite më vonesë. Është bërë funksional pjesërisht pas 21 muajsh nga parashikimi ligjor. Për 3 vjet KED nuk arriti të merrte asnjë lidhje dhe të merrte asnjë vendim për shkak se nuk arrijej quorumi dhe për shkak të problematikave që kishin anëtarët e KED-it përgjatë procesit të zgjedhjes së tyre. Komisioni i pavarur i kualifikimit, KPK-ja pra, u krijua edhe kjo u krijua me vonesë, ndërsa struktura e vjetër e qeverisë së gjyqësorit, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, sepse tek gjithë këto institucione përmbledheshin në fakt në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Këshilli i Lartë i Drejtësisë u shkri 21 muaj më vonë
Çfarë do të thotë se pavarësisht reformës që u bën në 2016, gjithë sistemi i drejtësisë punoi me metodat e vjetra për gati 2 vjet. Përgjegjësi mbi buxhetin. Këshilli lartgjyqësor është përgjegjësi për menaxhimin e buxhetit të gjykatave. Prokuroria e Përgjithshme është përgjegjëse për menaxhimin e buxhetit të prokurorive. SPAK dhe KLP kanë buxhet me vete. Institucionet e drejtësisë financohen nga buxheti i shtetit apo burime të tjera të ligjshme. Planifikimi i buxhetit bëhet nga vetë institucionet e drejtësisë dhe buxheti votohet nga parlamenti. Kjo ligj është i ngarkuar me ligj për propozuar buxhetin për sistemin gjyqësor. Ka një komision të planifikimit strategjik administrimit dhe buxhetit dhe brenda këtij ligji funksionon edhe njësia e administrimit të buxhetit. Në gjykata, buxheti miratohet nga Këshilli i Gjykatës. Këshilli i Gjykatës në fakt përbëhet nga 3 veta, që është kryetari i gjykatës, nënkryetari i gjykatës dhe kancelari. Edhe KLP ka të njëjtën strukturë si KLG të menaxhimit të buxhetit. Pra, KLG për menaxhimin e gjithë buxhetit të gjykatave në përjashtim të gjykatës kushtetuese dhe të SPAK-ut, edhe të GKK-s, kurse Prokuroria e Përgjithshme bën menaxhimin e të gjithë prokurorive të vendit. Buxheti ka një monitoring të brendshëm nga struktura përgjegjëse për performancën e buxhetit, kurse raportet e monitorimit përgatiten sipas udhëzimit përkatës të Ministrisë së Financave. Çfarë kemi gjetur si mangësi? Përfshirja e gjyqtarëve dhe prokurorëve në hartimin e buxhetit është shumë e madhe, pothuajse nuk pyeten. Monitorimi i brendshëm është mjaft teknik, është i kuptueshëm vetëm për zyrën e buxhetit, por në momentin kur tek për zyrën e buxhetit nuk është i kuptueshëm nga instancat e tjera, të cilat nuk e kanë arsimin e duhur financiar për të kuptuar tabelat e buxhetit. Qoftë brenda sistemit të drejtësisë, qoftë jashtë sistemit të drejtësisë, ka një mungesë të buxhet literasi. Çfarë do të thotë integriteti në buxhetin? Nuk ju thash, nëse ndonjëri për ju ka pyetje, mund të ndërprisni, mund të pyesni. Integriteti në buxhetin do të thotë se sa i pavarur është sistemi i drejtësisë për të llogaritur paratë që i duhen. Ministri merr pjesë në mbledhjet e KLG-s për buxhetin pa të drejtë vote. Më herët ministri merrte pjesë në mbledhjet e KLD-s, që qeverisë të gjyqësorin me të drejtë vote. Ministria e Drejtësisë konsultohet për buxhetin e prokurorive dhe SPAK. Për shkak të një raporti vjetor që nxjerr qeveria mbi situatën e kriminalitetit në vend dhe përparësive që kanë në ndjekjen e krimit. Prokuroria e Përgjithshme dhe drejtuesi i SPAK në konsultim me KLP, Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Financave hartojnë buxhetin. Nuk është e qartë masa e përfshirjes në këtë proces nga ana e Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Financave. Ende nuk dihet, mbaq sa shprehen ligjet, udhëzimet dhe rregulloret, nuk dihet se cila është pesha në fakt. Nuk është shumë e qartë pesha e Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Financave kur përcaktohet buxheti i SPAK-ut, po e zëm SPAK-ut. Marrëdhëniet me Ministrinë e Financave. Marrëdhëniet me Ministrinë e Financave janë shumë të ndërlikuara, janë shumë të profesionale, janë shumë të, si thua, të mjekullta. Nuk kuptohen për shkak të specifikave të vetë procesit financiar. Në punësi autorizues i njësive të qeverisjes qendrore, pra në rastin konkret i institucioneve të drejtësisë, raporton dhe përgjigjet përpara në punësi të parë autorizues Ministrisë së Financave. Pra Ministria e Financave ka një në punësi të parë autorizues, i cili është njeriu më i rëndësishëm i administratës publike në Ministrinë e Financave, duke keni parasysh që ka 2 nivele administrata, ka nivelin politik të punonjësve dhe nivelin administrativ. Ky është drejtuesi më i lartë i nivelit administrativ, që është sekretari i përgjithshëm. Sekretari i përgjithshëm nuk emërohet, zgjidhet, konkurron për vendin e punës, njësoj si çdo punonjës tjetër në administratën publike. Kurse pjesa tjetër, ministrat, zëvendës ministrat, anëtarët e kabinetit, shefi i kabinetit emërohen, janë staf politik. Prandaj sekretari i përgjithshëm është edhe në punësi më i lartë në Ministrinë e Financave, të cilit i raportohen nga institucionet e drejtësisë në lidhje me buxhetin dhe kryesisht në pjesën e monitorimit të buxhetit. Udhëzimi i Ministrisë së Financave numër 22, besoj për studentët e financës mund të jetë pak më e qartë, për procedurat standarde të monitorimit ka një gjuhë të drunit edhe për administratën vetë. Nëse ju ndonjëri për jush që punon që studion për financa do t'i bie në dorë ky udhëzim, të përpiqet ta lexojë dhe do shikojë që është pothuajse e pamundur për ta kuptuar, nëse ti nuk thret dhe një tjetër që të konsultoheni për të kuptuar ato, edhe duke konsultuar me ligjin, edhe duke konsultuar me përkufizimet e fjalëve, domethënë marrëveshje për përkufizimin e termave. Institucionet drejtuese të KLG-s në raport me kuvendin tani, institucionet drejtuese të KLG-s
KLP-it dhe SPAK raportoj një herë në vit në kuvend. Kuvendi realizon kontrollin e tij përmes rezolutave dhe monitorimit të zbatimit të rezolutave. Nëse qeveria nuk konsideron kërkesa për buxhet, institucionet e drejtësisë mund ta kërkojnë këtë gjë në kuvend. Domethënë ne ka një mundësi. Nëse rrezon nga qeveria, mund të shkojnë dhe të bëjnë përpjekje në kuvend për të arritur në ato nivele ku e kërkojnë buxhetin. Monitorimi ka gjetur se rezolutat janë shpesh formale dhe nuk ka kontroll specifik shoqëruar me indikatorët në lidhje me zbatimin e tyre. Ju besoj keni dëgjuar një farë debati politik që po bëhet në parlament në lidhje me mundësinë e ngritjes së një komisioni monitorimi i cili nga deputetët i cili do monitorojë institucionet e drejtësisë. Në fakt ajo është parashikuar në ligj kur është bërë reforma e drejtësisë, por vetë kuvendi ka një drejtori monitorimit të institucioneve të pavara ku futet dhe institucionet e drejtësisë. Dhe ndoshta ky duplikim nuk do ishte i nevojshëm nëse do kishte më tepër sinergji midis drejtorisë së monitorimit të institucioneve të pavara dhe vetë kuvendit. Kjo është një skemë të asaj që tashmë se si ecën në monitorimi i buxhetit nga Ministria e Financave tek institucionet e pavarura të drejtësisë dhe tek nivelet e dyta apo të treta të administratës buxhetore në institucionet. Buxheti ka qenë në masën 76% të kërkesës, por është interesant se po shikoni masën e realizimit e ka 93%. Çfarë do të thotë se edhe 76% të kërkesës, pra nuk është realizuar kërkesa, megjithatë, edhe pse kishte 30% më pak, në buxhet ai nuk ka arritur, kjo nuk ka arritur ta shpenzojë. Ndërkohë kjo gjë gjatë vitit 2022 ka rishikuar 3 herë buxhetin. Çfarë do të thotë kjo? Se ka një nivel të ulët të parashikimit të buxhetit. Edhe në vitin 2021 buxheti është rishikuar 2 herë. Kjo ndodh për 2 arsye, domethënë edhe për arsye profesionale, domethënë të mungesës së kapaciteteve në parashikimin e buxhetit, por edhe për shkak të vetimut. Vetimu zhduk gjyqtarët. Zhdukën gjyqtarët dhe fondi më i madh i buxhetit të drejtësisë lidhet me pagat e punonjësve të drejtësisë. Rreth 90% e buxhetit shkon për pagat. Dhe duke patur një numër të madh vakancash, flitet për gati 30 deri 40% vakanca në sistemin e drejtësisë, qoftë gjykatës apo prokuror, do të thotë se ata nuk kanë mundësi ta realizojnë buxhetin. Por kjo nuk do të thotë se nuk kanë edhe problematika në parashikimin e buxhetit. Kjo nuk vije drejt te prokuroria në fakt, sepse KLP ka realizuar buxhetin në masën 90%, pra kanë bërë një parashikim më profesional. Ndërkohë ç'a ndodh? Buxheti i KLP-s paguan kandidat për prokuror pa qenë në punë për shkak të vonesave të emërimeve të tyre nga KLP. Ju e dini që për të numëruar gjykatës sa prokuror duhet të mbarosh magjistraturën. Në momentin kur mbaron magjistraturën, secili prej atyre studentëve të magjistraturës futen në fuqi, do të fillojnë të paguhen. Dhe këto para në fakt janë shpenzim i cili bëhet mbi gjykatës së prokuror pa dhënë asnjë lloj kontributi, pa u përfshirë fare në çështjet e hetimit apo në çështjet e gjykimit. Duhet vetëm që ta keni idenë, domethënë, personelin e gjyqësor, pra në gjithë sistemin gjyqësor në Shqipëri, është afro 1600 punonjës. Nga të cilët 408 duhet të jenë gjyqtarë, them duhet të jenë sepse nuk janë për shkak të vetimut, dhe afro 1200 janë administratë gjyqësore. Ndërsa stafi i prokurorisë ka afro 1000 punonjës, nga të cilët staf prokuror janë 341, në fakt punojnë sot 214 vetëm për shkak të vetimut, dhe staf jo magjistrat janë rreth 600. Vakancat vazhdojnë të jenë të mëdha, pothuajse në të gjithë sistemin e drejtësisë, ndërsa më poshtë raporti personelit jo gjyqtar për gjyqtar profesionist është 3.3, ndërsa mesatarja e ballkonit perëndimor është 4. Pra ende jemi, pavarësisht të ndryshimeve, ende jemi në nivelin e mesatarë të ballkonit perëndimor. Raporti personelit jo prokuror, pra personel administratë civile që ndihmon gjykatat, edhe prokurorit, për prokuror është 2.9, domethënë 2.9 ose themi 3 punonjës janë në dispozicion të një prokurori, ndërkohë që mesatarja e ballkanit perëndimor është 2.4, jemi më mirë se sa ballkani perëndimor. Raporti i gjyqtarëve për 100.000 banor, ne jemi mësuar të dëgjojmë numrin mjekëve për 1.000 banor. Ju besoj e keni dëgjuar si shifër. Për raporti për 100.000 banor bëhet matja për gjyqtarët dhe prokurorët, është një indikator që matët në gjithë Evropën njësoj. Ne kemi 14.6, faktikisht janë 11.8 gjyqtarë për 100.000 banor në Shqipëri. Mesatarja veprore është 22.23, kurse mesatarja e ballkanit perëndimor është 28 gjyqtarë për 100.000 banor. Pra ende jemi në nivelin e mesatarës qoftë evropiane, po qoftë edhe të rajonit.
Kurse prokuror kemi 7.2 për 100.000 banor. 7.2 prokuror ose 7 prokuror për 100.000 banor. Pra sërish është më ulët se sa ajo e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të BE-s, megjithatë parafrohet shumë me shifrën e tyre. Një gjë shumë të rëndësishme që mendoj se duhet ta diskutoja me ju është backlogu i çështjeve apo çështjet të cilat ende janë të patrajtuara në sistemin gjyqësor në Shqipëri. Në 1 janar të vitit 2023 janë këto shifrat të cilat I keni të shfaqura. Në gjykatën e lartë ka 30.000 çështje të mbetura në arkiv ende, të patrajtuara. Gjykata speciale dhe apeli nuk kanë shumë çështje, po gjykata apelit të jurisdiksionit përgjithshëm ka 30.000 çështje. Gjykata apelit administrativ ka 20.000 çështje, gjykata e shkallës së parë, gjithë gjykatat kanë 40.000 çështje. Dhe gjykatat administrative të shkallës së parë kanë 7.300. Në total janë 130.000 çështje. Përgjatë një kontrolli që kemi bërë në lidhje me rënien e inventarit të çështjeve në gjykatat e ndryshme, llogaritin që është ulur nga 130.000 në 122.000, 123.000. Po a di që thotë të kesh 122.000 çështje sot të patrajtuara nga gjyqësori? Është një numër shumë I madh. Do të thotë se aksesi në gjykata për minimumi në rastin, domethënë po ta marrim në një rast në një shifër krejt formale, 130.000 njerëz nuk kanë gjetur drejtësi tek gjyqësori shqiptar. Por nëse ne bëjmë një analizë, del se minimumi 500.000 shqiptar nuk e kanë gjetur të drejtën e tyre në gjyqësor. Niveli është alarmant, është sismik dhe duhet trajtuar në mënyrë urgjente nga sistemi I drejtësisë. A ka përpjekje për ta trajtuar çështjen e backlogut? Ka një përpjekje shumë të mirë tek gjykata e lartë dhe kjo është arsye. Niveli I uljes së çështjeve në backlog ka ndodhur kryesisht te gjykata e lartë. Për shkak se qeveria përmes një vendimi ka urdhëruar të gjitha institucionet e veta që mos të bëjnë rekurse në gjykatën e lartë, gjyqtarëve zgjidhje të gatshme, por natyrisht gjykohen nga gjyqtarët. Por koha e gjykimit është shumë e vogël për shkak se nuk merren me dosjen ata, por vetëm merren me ato çfarë është përshkruar në një analizë me një ekstrakt në lidhje me problemet që ka një çështje dhe është rritur shpejtësia e gjykimit. Nuk ka një lëvizje, ne nuk kemi konstatuar një lëvizje të tillë edhe në gjykatat e tjera. Çfarë është një problematik tjetër, që unë mendoj se ju mund ta bëni debat edhe në kur keni leksione ose ndërmjet vetë ju studentëve mund të bëhet një debat. Në shumica e çështjeve që kanë lidhje, që kanë ngelur në backlog, pra nga 130.000 çështje, rreth 70% e tyre, ndoshta 70-80% e tyre janë çështje civile apo administrative. Çfarë do thotë kjo? Janë çështje të cilat lidhen kryesisht me padi individ institucione publike ose individ. Shumica prej tyre janë të shoqërohen me pagesa parash ose marrje parash. Ka çështje të cilat kanë shkuar deri në 16 vjet dhe planifikohet tek apeli I jurisdiksionit përgjithshëm, parashikohet që nëse nuk ndryshon situata, mund të shkojnë çështje deri në 16 vjet. Ku I duhet të kompensohet për një pronë që I është ndërtuar një objekt studium publik. Dhe në atë pronë do marrë $5.000. Pas 16 vjetësh vlera e këtyre $5.000 do të jetë pothuajse nuk po them përgjysmuar, por të paktën 30% me ato nivele ose oscilacionet e inflacionit që ka Shqipëria mund të ikë. Dyshoj shumë, unë personalisht, po edhe ekspertët të cilët kanë punuar për këtë gjë, dyshojmë se ndoshta duhet që qeveria të jetë më tolerante në trajtimin e këtyre çështjeve dhe mos të këmbur që çështjet e cilat janë të sigurta që humbet nga qeveria ose nga institucionet publike të mos ndiqen në rrugë gjyqësore. Të gjitha institucionet publike kanë edhe mundësinë e negocimit, sidomos pushteti lokal. Ka mundësinë e negocimit të rasteve të padive. Dhe ndoshta do ishte shumë mirë, ne do shtrojmë të takimet me institucionet, do shtrojmë që ata të përdorin institucionin e negocimit kur është fjala për shpërblime.
për shpërblimet kur raporti është individ institucion publik. Është shumë e thjeshtë dhe ndërkohë ndikon shumë në uljen e backlogut. Përfundimet janë pak a shumë ato që unë thash përgjatë gjithë prezantimit. Pra, kjo rritje buxheti ka rritur cilësinë e jetës magjistratëve deri tani, por jo aksesin dhe cilësinë e shërbimeve gjyqësore. Institucionet e drejtësisë duhet të planifikojnë një normë të re të gjyqtarëve dhe prokurorëve banor, duke rritur aksesin në drejtësi dhe të parafruar me standardet e rajonit dhe me pasave të Bashkimit Evropian. Institucionet e drejtësisë duhet të rishikojnë shpenzimet me qëllim riorientimin apo rritjen e tyre në funksion të proceseve gjyqësore dhe lehtësimit të nevojave të qytetarëve nga gjyqësoria. E themi këtë sepse vetëm për vitin 2022, vetëm 1% e buxhetit të gjyqësorit është shpenzuar për ndihmën gjyqësore. Dhe ka me mijëra njerëz të cilët shkojnë në gjykata dhe nuk kanë mundësi të paguajnë një avokat. Dhe është zyra ndihmës së buxhetit gjyqësor i cili duhet t'ju paguajë të gjitha shpenzimet. Pozicioni i ministrit të drejtësisë dhe të financave duhet qartësuar në rastin e propozimit të buxhetit për prokurorinë, po ashtu procedura vendosëse së tavanit për institucionet e drejtësisë duhet rishqyrtuar. Pse kemi theksuar të çështjen e tavanit? Ndoshta të studentët të financës mund ta kuptojnë buxhet kur në Ministria e Financave planifikon një buxhet për institucionet caktuara, ka gjithmonë një tavan, i cili nuk ka përcjellje. Nuk ka përcjellje jo për shkak se nuk do Ministria e Financave, por për shkak të konjunkturave të tregut ose konjunkturave të shpenzimeve dhe të ardhurave që krijon një qeveri ose vetë Ministria e Financave që është përgjegjëse për buxhetin, qoftë për të ardhurat dhe qoftë për shpenzimet. Kur ky tavan vendoset për institucionet e drejtësisë, ka shumë mundësi që përmes tavanit të ndikohet buxhetimi. Domethënë nuk bën debat me të që ti do të marrësh kërkon ta zën 40 milionë euro, nuk do të marrësh 40 milionë euro, po do të marrësh 38 milionë euro. Nuk e bën të debat fare. Dhe nuk çmohet si debat nga komunikimi publik si një debat që ka lidhur me qeverisë dhe gjyqësorit. Jo, vendosi tavan, dhe ai tavani nuk mund të kapërcehet. E vendos tavanin 38, por nëse gjyqësori nuk ka nevojë për më shumë se sa 38 milionë euro, çfarë do ndodh me tavanin? Si do funksionojë ky tavan për sistemin e drejtësisë dhe për institucionet e drejtësisë? Kjo është fare pa qartë dhe duhet të qartësuar dhe ndoshta në rastet e KRG-s dhe prokurorisë së përgjithshme ky tavan duhet të jetë lehtësisht, domethënë një tavan i lëkundshëm si themi, domethënë që edhe mund të qarkullohet përmes këtij tavani për të arritur shifra më të larta nëse gjyqësori ka nevojë. Procesi i monitorimit dhe raportimit të buxhetit duhet të zhvishet nga burokracitë e tepërta dhe publikimi i datave të buxhetit duhet të jetë lehtësisht i kuptueshëm edhe nga persona me arsim mesatar. Analizë methodiore në lidhje me krimin dhe tejkalimin e backlog. Duhet parë sepse çështjet civile dhe administrative janë mbi 80% e backlogut, përveç mungesave në gjykatë dhe administratë të gjykatave. Unë mendoj se çështja e backlogut është një debat i cili nuk ka marrë përgjigje. Dhe nuk është vetëm një përgjigje mungesa vakancat e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Çdo që futet thellë në funksionimin e institucioneve të drejtësisë dhe mënyrën se si bën, si shpenzohen paratë, si shpërndahen paratë, do ta kuptojë që kjo është një çështje pak më e thellë dhe kërkon një përgjigje jo vetëm nga institucionet e drejtësisë, por kërkon një përgjigje të shtetit shqiptar. Fatosi do prezantoj shumë shpejt fluksin e parave në sistemin gjyqësor është një material i kuptueshëm prej jush. Faleminderit. Fatosi Çoli, besoj mund ta keni parë, drejton emisione që merren me financën dhe ekonominë në 2-3 televizione, ndërkohë është një ndër ekspertët më të mirë të financave dhe të ekonomisë. I ka provuar edhe punën në administratë publike, po edhe punën në biznesin privat. Ka qenë që nga këshilltar i zëvendës kryeministrit për çështjet e ekonomisë e deri tek një ndër ekspertët më të kërkuar sot në Tiranë. Faleminderit Sami, më quajnë Fatos, siç e tha dhe Samiu, Çoçoli është mbi emri. Jam shumë i lumtur që jam mes jush, jeni student të ekselencës. Unë do ndëroja isha sa ju të isha i ekselencës, nuk kam qenë, do të them me shumë sinqeritet, por tek ju shikoj ëndrat për të ardhmen. Pra, juve që keni rezultatet më të larta dhe kuptohet edhe e kërkoni që të keni një punë të mirë, përse jo dhe në piramidën shtetërore, përse jo dhe në piramidën e institucioneve tona kryesore të drejtësisë. Institucionet speciale të drejtësisë sot po japin ritmin e zhvillimit të vendit. Në rast se jemi më afër me BE-n, jemi prej tyre, sidomos prej tyre. Pse në ëndrat tuaja ju të mos jeni pjesë e këtyre institucioneve?
Pse mos jeni magjistrat në SPAK? SPAK-u është gjithë një kulmi. Po të shikojmë, dhe unë do ja u kaloj pak më vonë, këtu kam, nuk është me emra, piramidën e pagave të sotme të SPAK. Pra, ndërkohë që ju ndërtoni ëndrrën tuaj, po mirë, do jemi suksesshme, ose i suksesshëm, do realizoj provimet që duhen, do shkoj në shkollën e magjistraturës. Pastaj, përse jo të mos kandidoj për një prokurore të SPAK-ut? Po sa do jetë rroga ime, sepse ju do keni jetën tuaj, do ndërtoni jetën tuaj, dhe ju nevojitet një parashikim për të ardhurat që ju duhen për të jetë, që kjo jetë sa dinjitose për ju. Dhe ja ku janë shifrat. Juve edhe pa i parë të shifra, nga prezantimi që do kemi së bashku, do jeni në gjendje të shikoni se sa merr një prokuror i SPAK-ut me 5 vite për shembull vjetësi pune. Apo që ka bërë masterin, apo që ka bërë masterin shkencor, apo masterin profesional. Për këto gjëra menduam që edhe të flasim, edhe t'ju takojmë, sepse sikurse e përmendi edhe Gledis, pastaj e theksoj, edhe Samiu, janë shumë gjëra në lojë për të buxhetuar si duhet institucionet tona, sidomos ato të reja të drejtësisë. Çfarë është e para? E përmendi Gledis. Ta kemi nevojë për më shumë magjistrat, më shumë prokuror, më shumë gjyqtar, sepse një pjesë i ka skartuar vetimin. Atëherë, këta gjykatës të ri që do të vinë nga shkolla e magjistraturës, si do të paguhen? E përmendi Samiu që janë paga dinjitoze, do të shikojmë janë vërtet paga dinjitoze. Në nivelet më të larta në rajon për mesataren e gjyqtarëve të vendeve përrethnesht, të gjyqtarëve në Kosovë, në Malin e Zi, në Maqedoninë e Veriut, në Serbi e Merat, në 600 tonë të vendeve të rajonit. Pra, neve duhet të shikojmë cila është politika e dur të gjendë këto para, që gjatë vitit 2024, për shumë po tani zaret janë hedhur, se ju e dini që buxheti bëhet në tetor të vitit të kaluar. Dhe në tetor, edhe në punë si autorizues i Ministrisë së Drejtësisë apo i sistemit drejtësisë, i prokurorive tona apo i gjykatave e ka gati atë formatin për shpenzimet e vitit të ardhshëm. Por ama është ai duri, doli ministri jon i financave përpara gjithë qytetarëve dhe tha, buxheti i sistemit të drejtësisë për 2024 është 19% më i lartë. Ja po e kemi. Buxheti për drejtësi 252 milion euro. I lutem në këtë çik më shumë se sa një çerek miliard euro, nuk janë vetëm gjykatat, nuk janë vetëm do të keni parasysh të ndaj gjyqësorin, domethënë nga pjesa tjetër e sistemit të drejtësisë. Pra është Ministria e Drejtësisë, është sistemet penitenciare, pra sistemet e kodisit të dënimit, burgjet, dhe këto kanë edhe aty një pjesë të saj. Por ama një lloj më madhe është tek prokuroritë dhe tek gjykatet tona. Atëherë i tha kusht ministrit kur e deklaroi këtë 4.2 miliard lekë më shumë, pra rreth 41 milion euro më shumë për gjithë sistemin. Po pse më vllai dashur 19%? Pse mos ishte 29%? Po 25%. Pse është 19%? Pra është bërë lobimi i dur. E din qytetarët, e din palët e interesit, se sa janë kërkesat, nevojat reale të sistemit ton të drejtësisë, të gjyqësorit. Sa më duan vërtet, nëse ka dhënë buxheti i shtetit, Ministria e Financave, në punësi parë autorizues, sekretarja e përgjithshme e Ministrisë së Financave, ka dhënë 42 milion euro më shumë. Dhe nga këto, për prokuroritë dhe për gjykatat tona, për këtë vit, ka dhënë le të themi 16 milion euro më shumë. Pse mos ishte jepte 26? E përmendi Dedi, s'kemi nevojë për ndoshta 200 prokuror dhe gjyqtar të ri. Po di sa është rroga e këtyre? Do ja u kaloj. Sa është rroga, piramida e rrogave të SPAK-ut, sot që flasim. Pra, e përmendi Samiu, janë 90% të këtyre parave që janë rroga. Po ama si mund të shtohen vendet? Unë kam qenë, se e përmendi pak Samiu, kam punuar në kontrollin e lartë shtetit, ishte një institucion i pavarur. Po kur vinte puna për rrogat, edhe për shpenzimet, 3 milion euro merrnin gjithë. Lajtaj në vit. Të punës cilësore të një gjyqtari, të një prokurore. Por financat, janë ato të dura. Ja përse është ky dimension që përmendi Gledis te ky projekt 3 vjeçar. Është pikërisht për t'i dhënë arsyetim, për t'i dhënë drejtim, për t'i dhënë dritë çfarë? Do pyetet gjyqtari juve, gjyqtari i jashtëm, magjistrati i jashtëm e SPAK-ut të GKK-s. Në kuadër të BE-s. Tani ne mësojmë të studiojmë procesin transpozues në kuadër të aki komunitar që ligjet
kalojnë për të paraprovuar me ato të BE-s. Dhe duke qenë se ju cekni që më tepër duhet të çoni rëndësi financave. Unë jam interesuar të di kuadrin ligjor në cilin referoheni dhe a ka peshë dhe a ka, si me thënë, përfaqësues të sistemit të drejtësisë në nismën tuaj për të dëgjuar dhe për të qenë pjesë e asaj që ta bëjmë funksionale. Shpëndrejt si pyetje, faleminderit jep. Ti maturojmë ato deri në një shkallë të lartë, duke ju dëshmuar edhe ju në takimin kështu. Do paraqesim versionin tonë të çështjes. Në lidhje me atë akis komunitar që ju flisni, çështjet e buxhetimit të sistemit janë, si thua, personale, janë nacionale. Janë secili vend i ka sipas nevojave të veta. Edhe sistemi i drejtësisë, mënyra e organizimit e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, po dhe funksionimit është tipike për Shqipërinë. Në Kroacia ka një gjë të ngjashme, Maqedonia refuzoi në fakt ta bënte se u sugjerua ta bënte atje, por e ka të tillë. Tjetër gjë është pastaj për ligjet Kleris Dondi. E përmendi pak Samiu, tek pjesa gjyqësore është tërësi sovraniteti secilit vend. Pra, Bashkimi Evropian ndikon vetëm nëpërmjet gjykatës europiane të drejtësisë, në momenti kur ka akte apo veprime të një shteti, të cilat vjen kundërshtim me legjislacionin evropian dhe mund të ankohen drejt për drejt aty, në rast se kur kanë kaluar shkallët e gjyqësorit apo vetë gjykata e çon në këtë nivel problematikën. Kështu që është tërësisht e pavarur, sigurisht ne kemi detyrimin kundrejt Bashkimit Evropian, shtetit të së drejtës, dhe pa pasi sistem drejtësie të pavarur, funksional është e pamundur për t'i arritur, por nuk ka legjislacion drejt për drejt lidhur, por është detyrim për antarësimin në Bashkimin Evropian, është pjesë e kriterit politik dhe shtetit të drejtës, garantimi i shtetit të së drejtës. Sa i takon përfshirjes, jo vetëm me, siç përmendi Samiu, me gjykatët, magjistratët, por ne financohemi nga delegacioni i Bashkimit Evropian. Pra gjetjet tona ne ja dërgojmë në radhë parë financuesit, donatorit, i cili mbikëqyr drejt për drejt reformën drejtësi dhe nga një farë mënyrë i bën presion dhe institucioneve shtetërore, qeverisë në rast të parlamentit, për të adresuar problematikat e ndryshme, për shembull në rast se gjetjet përfundimtare do të jenë që nuk ka financim mjaftueshëm, kërkohet një rritje menjëhershme e numrit të gjyqtarëve, prokurorëve e tjerë, dhe duke përdorur, po themi, dhe raportet dhe gjetjet tona në tërësinë e raporteve që ata kanë, se shumë këto problematika i njohin dhe nga ekspertiza e tyre. Pra ne si shoqëri civile funksionojmë dhe punojmë në këtë drejtim. Pra presioni që ne mund të bëjmë si shoqëri civile. Pastaj prokurorët, gjykatësit, institucionet tjera, ato kanë instrumentet e tyre. Por në rolin tonë që ne kryejmë, përpiqemi që ta kemi sa më të mirë të informuar, me studime, me analizime, me marrje të komenteve nga tryeza ndryshme, kjo e para për i tyre. Po ashtu do të thosha, pjesë e projektit janë komponent tjetër, janë dhe tryezat e përbashkët konsultimit që ne bëjmë me ministrit. Pra ne vazhdimisht bëjmë në kuadër të projekti me Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Drejtësisë, ku trajtohen dhe këto problematika në lëvizjes europiane në Shqipëri, ku pasqyrojmë dhe rekomandimet që dalin nga këto tryeza. Pra çfarë ne i themi institucioneve kryesore që hartojnë politikat, hartojnë legjislacionin për të përmirësuar. Sigurisht një pjesë rekomandimeve merren parasysh, një pjesë merren, pra ky është një proces dhe e rëndësishme është të kemi sa më shumë aktorë të përfshirë dhe nga akademia dhe nga universitetet, sepse sa më shpejt jeni përfshirë në proces, aq më të rëndësishëm bëheni dhe për procesin. Nuk e di nëse ka një pyetje. Po. Ekspertët policisë shkencore, po sa i këtë gjykatës. Vazhdo, nuk është se mbaron. Unë ju kam sjell vetëm një ekspert të parë. Ajo do të keni parasysh që ajo është një pagesa që është në thesar. Nisë deri. Dhe është sipas institucioneve. Nëse ka prokuror aty dhe oficerët e policisë gjyqësore do të thotë se është e prokurorisë, e prokurorëve. Nuk është e gjykatës. Për të kuptuar se si evoluon pagat. Është shumë interesant. Pagat janë të korrelacuar. Ke ligjin e buxhetit të shtetit, që është ligji themelor, që justifikon ato gjitha që marrin prokurorët dhe gjykatësit tanë çdo muaj në xhep. Ke 96-ën 2016-s, kështu quhet, ligjin numër 96/2016 për statusin e prokurorëve dhe gjyqtarëve, të magjistratëve, që ke kategori
për cilat jemi duke folur këtu, G1, G2, G3. Kështu që jemi të bindur që ato para që marrin punonjësit janë të gjitha mbi ligjet ekzistuese të shtetit të korracuara, të mbrojtura deri në fund. Por logjika dhe lobimi ka të bëjë me atë se sa fonde duhet për vitin e ardhshëm, për 3 vjeçarin e ardhshëm, për 5 vjeçarin e ardhshëm. Ktu është vlera e shtuar e projektit. Sepse të jep mundësinë përmes atyre që përmendi Samiu, policy papers, pra disa raportime për mënyrën se si mund të përmirësohet puna e buxhetimit në të ardhmen, ne dim një drejtësi e vonuar, drejtësi e munguar. Atëherë mund të vendoset një indeks për çdo vit në bazë të inflacionit, në mënyrë që edhe kur ta marrësh pas 4 vjetësh, pas 5 vjetësh, atë 5.000 eurosh të mos jesh i dëmtuar ti si qytetar, apo edhe institucioni shtetëror që mund ta marrë para. Të jetë indeksuar me koeficientin e inflacionit, e vlerësimit të sasisë madhave dhe të shërbimeve që marrin brenda një intervali të kohës. Atëherë, të kemi parasysh te kjo formulë, paga referuese bazë që folëm e shpjeguam, shtesa G1, G2, G3, shtesa për vjetër si pune, a e dini juve se sa ju shtohet rroga për një vit më shumë punë që keni marrë? Për 10 vitet e para është 0,6%, 6 të mitat. Për 10 vitet e dyta po është 0,8%. Për 10 vitet e treta, pra nëse keni më shumë se 20 vjet punë, 21 vjet është 1% çdo vit. Pra, kjo është mënyra se si sot llogaritet cili komponenti C, shtesa për vjetër si pune. Ke shtesë për pozicionin drejtues, 10% po ti je drejtues, kryetari i gjykatës, 5% po ti je në si magjistrat udhëheqës. Shtesa për vështirësi pune, përfshin kualifikimet, ajo që u përmenda. Keni 14.000 lekë të reja në muaj? Saktë. Ju jeni të gjithë master shkencor në këtë nivel. Kto janë pak a shumë shifrat që doja të ndaja me ju, pikërisht që për të zgjedhur mesazhin, që është në moralin e gjës që të kërkojmë jo rritje në 19%, siç është ajo i shembull, po pse jo dhe 25% në vit apo në periudhat e ardhshme. Kto pak a shumë Sami doja të ndaja me nëse dikush ka pyetje të çfarë do lloj qoftë temës e financës, qoftë temës e drejtësisë, ne kemi ekspert financë dhe drejtësie këtu, mund t'i bëre, ju falenderoj shumë që keni ardhur, që na dëgjuat, që patët durim, dhe shpresoj të keq qenë sa të pak i dobishëm edhe për ju. Unë jam